Miqtë të dashur, jemi rikthyer sërish bashkë në studio. Faleminderit juve që jeni me ne, falenderimi posaçëm shkruan për sponsorin ton Golden Eagle Erotic, e tani se çka është e vërtet e çka e pa vërtet lidhur me estradën ton, e ndjekim bashkë në rubrikën e radhës. Emri Dion Alidemaj keq përdoret nga Prishtina Fashion Night. Kjo është e vërtetë. Java e modës në Prishtinë, Prishtina Fashion Night, e cila do të mbajt me 18 prill, ka lajmëruar se pjesë e saj do t'jetë edhe modeli i njohur shqiptar Dion Alidemaj. Edhe pse tashmë reklama e marketingu për këtë event kanë filluar ditë më parë, e pjesë e saj është edhe Dioni. Kjo ka habitur vetë modelin. Sipas tij, askush nuk e ka kontaktuar e as nuk ka pranuar ndonjë ftesë. Dioni për prive tha se emri i tij po keq përdoret nga organizatorët, të cilët nuk e kanë kontaktuar atë, dhe se ai është i zënë me shumë punë në shtetet e jashtme. Dafina Zeqiri në lidhje me Valon Imerin. Kjo nuk është as pak e vërtetë. Bukuroshja Zeqiri, siç duket, po përhap polemika të mëdha saj përket jetës së saj private. Çdo javë tabloidet po mbushen me lajme kinsa ajo është në lidhje. Së fundi po përfolet për një lidhje të mundshme me Valon Imerin, por kjo nuk është as pak e vërtetë. Valon Imeri është trajneri personal i Dafinës dhe në të njëjtën kohë edhe miku i më i ngushtë i saj. Arsyeja që kjo dyshe ka udhëtuar drejt Gjermanisë lidhen me pasionin e përbashkët të Dafinës e Valonit, që është fitnesi. Adelina Tahiri në lidhje me Arianet Xhaferin. Kjo nuk është e vërtetë. Një lajm i cili po përfolet është për një lidhje të mundshme të këngëtares Adelina Tahiri me djalin e zëvendës kryeministrit të Maqedonisë Arianet Xhaferi. Mirëpo këngëtarja Tahiri për prive e mohoi këtë lajm. Aktualisht këngëtarja është duke punuar për albumin e saj më të ri.